për pranimin për verifikimin e faqësisë. Te kjo dosje, mendoni që punën më të madhe e bën autoritetet italiane apo edhe i penduari Nurettin Dumani me dëshmit nga Shqipëria? Tani nga informacionet që kemi marrë nga mediat, rezulton që janë dhe 2 të penduar ose 3 në Itali. Pra kemi një gardë penduar ku shflet më shumë, kuptimin e mirë, kuptimin që ata janë penduar, grupi ka pasur në radhët e tyre personat e cilët i kanë shqitur në thojza, pra kanë dhënë dhëna sepse janë disa dhëna teknike që i din vetë bashkëpunëtorët e veprës penale. Kështu që kemi një farë brendshme dhe ata kanë pasur pentitet e brendshme, ke në Itali, ke në Shqipëri, ke Sky ECC-n, por duhet presim, thash edhe një herë, te çdo dyshimit arsyeshëm. Të jemi korrekt me ligjin procedurial dhe thënit e të penduarit duhet të verifikohen, se në rast se ato nuk verifikohen në provat e tjera, kemi një dyshim, po jo te çdo dyshimi të arsyeshëm. Pra duhet lidhur dhe me një provë materiale, provë shkresore, pasuri të lutshme se të palushme, pra duhet kemi një hetim dinamik i cili kërkon shumë punë. Pra, këto jemi këtë fazë që është vendosur caktimi i masës, por provimi i faqësisë për çdo panderë mendoj që ka vështirësi. Dhe pjesën më të madhe e ka nisë Italia, se kemi thënë, autoritetet italiane kanë nisur hetimin penal. Janë ata që e kanë nisur dhe e kanë dërguar dhëna. Dhe prokuroria shqiptare SPA ka bërë veprimet e veta. Po kemi një zinxhir, pra edhe Shqipëria ka punuar dhe Italia ka punuar. Kemi dhe herë e parë që edhe lidhe me policinë e shtetit nuk ka pas rreth informacione dhe këtë e thonë prokurorët italianë. Domethënë, jo se e thonë ata dhe e ka thënë Zoti, por të gjithë personat e përfshirë thotë që policia e shtetit ka qenë në lartësinë e duhur. Ka zbatuar masat, s'ka pasur asnjë incident, asnjë rrjedhë informacione. Një pjesë e personave që kanë qenë kërkim, ata në kërkim kanë qenë. Domethënë edhe për veprat, ata ruheshin se u rujtën nga ky operacion. Zoti Karazha, gjykimin tuaj, kjo dosje, italianët e sollën gati nga ande, po mundet që brenda saj mund të zbardhen edhe krime të tjera në Shqipëri që janë pa autor, ngjarje të mëdha të bujshme, pra nga kryqëzimi i dhënave, nga komunikimet apo edhe dëshmit të penduarit. Tani, si thamë, neve duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Thënet e të penduarit, qoftë në Itali, qoftë Shqipëri, duhet të lidhen me prova tjera. Pra nëse një vepër penale, qoftë dhe vepër penale e rënd krime ndaj personit, duhet lidhet me prova tjera. Pra të lidhet në mënyrë, pra të kemi një zinxhir që të jenë indicie të lidhura me njëra tjetrën, që të jenë të lidhura aq fort sa të provojmë fajësinë e të panderit te çdo dyshimi të arsyeshëm. Pra domethënë neve shërben si indicie, si e dhënë, për me verifikuar edhe vepra tjera. Mendoj që për momentin dhënat që na janë dhënë nga mediat që kemi marrë media, bëhet fjalë për momentin vetëm për trafikimin e lëndëve narkotike. Nuk ka dalë ndonjë vepër tjetër. Megjithatë, hetimi mund të jetë ndarë çështja, mund të hetohet në mënyrë pavarur. Pra mediave nga ana e organeve kompetente është dhënë njoftimi që bëhet fjalë për lëndët narkotike. Pra, lëndët narkotike që shkojnë nga Ekuadori në Evropë ose nga Azia juglindore në drejtim të heroina dhe kokaina që vjen nga Ekuadori shkojnë në perëndim dhe parat vinë në Shqipëri. Kjo është. Kemi një rrugë të sjelljes parave në Shqipëri me Shqipëri. Pra, pihet, domethënë, lënda konsumohet në Evropë dhe çohet në Evropë dhe të ardhurat vinë në Shqipëri. Kjo është rasti konkret. Pra, domethënë, kaq kemi të provuar tani. A shikoni në lidhje me reagimin e ambasadës amerikane për linjën e komunikimit të DEA-s pas këtij operacioni? Ka një mosbesim të autoritetet shqiptare, ka një ulje të pranisë SPAK, tërheqja apo është sa të shishte? Apo si qëndron e vërteta edhe të një dosje e thjesht, sa ndikim kanë amerikanët, edhe të një dosje, në qoftë nuk është në këtë rast, në një rast tjetër, si është prezenca e tyre? Pra, kanë fuqi. Tani, DEA amerikane ka një deg në Evropën juglindore, ka një qendër, dhe normal, kur ka trafik narkotikësh dhe ata, domethënë japin, marrin dhënat, çfarë lidhje mund të ketë me Amerikën e tjerë, sepse kemi të bëjmë me një krim internacional. DEA, mënyrat e komunikimit, sepse të kemi parasysh, neve themi të marrin dhënat nga Pentito. Kemi një Pentito i penduari, ka shit shokët e vet, i jep gjithë atë çka ka bëu me shokët. Por nga ana tjetër, ata kanë edhe mekanizme të tjerë. Kush është mekanizmi tjetër? Mekanizmi tjetër dhe të marrin dhënave nga qytetarët. Pra, me një faqe ku janë investuar para që të bëjnë verifikime. Dhe ju e dini se
shqiptarët janë zakonisht në vendet e botës paguhet për të dhënë informacion, kurse këtu t'japin para kur domethënë është e kundërta e shigjetës, domethënë ke edhe spiuna pa parë, si thosh. Kjo është konstatuar dhe gjatë luftës së dytë botërore dhe ka ngel dhe meme si histori. Dhe kjo domethënë duke qenë se ka fare se kjo faqe e DEA-s ka qenë edhe më përpara. Kupton? Si duhet kanë pasur dhëna dhe edhe nga publiku, por jo këtu, por në çdo vend botë ata japin dhëna, dhe çdo dhënë e filtrojnë, për shembull lidhet me pasuritë e dyshuara, sepse jo vetëm dhënat merren, domethënë edhe nga institucionet shtetërore, po merren edhe nga private ndryshëm. Madje mund ndodh që edhe nga privatet merren dhëna shumë herë më të sakta se sa nga institucionet shtetërore, sepse është një komshi me trafikantin, ti se ku ka parat, ku i ka fshehur. Ose grupet që mund shpjenojnë njëri tjetrin. Qytetarët është e rëndësishme, mendoj. Edhe marrët, kjo është një procedurë normale e DEA-s që merr dhënat dhe nga qytetarët. Edhe në Shqipëri do ishte normale. Kur ke një krim, kur një diçka, policia lë numrin e kontaktit, lë qoftë edhe shpërblim, dhe thotë qytetarët kontaktojnë që të marrin një dhënë. Se ke dhe qytetar, domethënë se duhet krijohet besimi i organeve e drejtësisë. Se kur tjetri ka besim që autori i veprës penale do dënohet, ai ka besimin që të raportojë një krim, pra që të raportojë. Në Amerikë kjo funksionon normal. Pra edhe kapja e fundit, po të keni parasysh që ndodhi një vrasje në New York, nuk u zbulua nga kamerat. U zbulua nga personi që kishte dhënë foto tek një fast food 200 km larg vendit ngjarjes. Pra ishte ai që raportoi që ky person ka ardhur dhe u gjet, je parasysh që u vra një drejtues i një sigurie shëndetësor të sigurimit mjekësor. Pra ai u kap 200 km dhe ishte dëshmia e drejtuesit të fast foodit, pronarit fast foodit, që tha ky person që ka dalë me foto këtu dyshoj se ashtu se ka këtë veshje. Pra pavarësisht kamerave, policia nuk e kapi dot, ai ishte personi qytetari që e dokumentoi, si thua,